Si po ndihesh pak minuta para sfilatës? Jam shumë i lumtur me s'po pres me pa reagimin e publikut për koleksionin e ri. Ti e ke prezantuar më parë këtë koleksion apo kjo do jetë hera e parë për publikun? Premiera është sonte, unë e kam prezantuar një pjesë të koleksionit në Milano Fashion Week në shkurt të këtij vitit. Një pjesë është prezantuar edhe në Bullgari në Open Door Balkan Festival, po premiera kryesore është sonte në Tiranë. Të lutem, do na tregosh pak më shumë mbi koleksionin, çfarë të ka frymëzuar, cilat janë materialet që ke përdorur, ca detaje. Koleksioni është i titulluar Scar dhe flet për shajat që njerëzit i kanë nga përvojat e jetës. Ne mi mundu mi dekoru shajat edhe mi pasi diçka e bukur si një forcë motivi që njerëzit i bën me ndryshu. Kështu që flet për dhimbjen, po në një mënyrë është një koleksion që flet edhe për estetikën, edhe për bukurinë. A je frymëzuar ti nga ndonjë histori personale që të ka shtyr ta krijosh këtë koleksion me këtë temë? Unë mendoj që ka pas mjaftueshëm histori personale edhe në këtë koleksion. Unë si 6 vjeçare kam përjetuar vetë luftën, kështu që ka plot tema që i kam përjetuar personalisht vetë, po edhe plot tema që i kam dëgjuar nga njerëzit e afërt ose i kam pa ose përjetuar. Kështu që është një koleksion shumë emocional që besoj që ju përshtatet plot njerëzve. Ti çfarë pret nga Albania Fashion Week gjatë këtij edicioni, pasi të publikosh edhe koleksionin tënd? Unë jam shumë i lumtur që po organizohet Albania Fashion Week. Ne si shqiptar e meritojmë një javë të modës dinjitoze, kështu që unë po mundona me bë më të mirën bashkë me Gentianën për mi sjellë Shqipërisë dhe shqiptarëve një javë modës që ka hije një popullit me një kulturë shumë të lartë. Ti ke qenë pjesëmarrës në edicionin e parë të Albania Fashion Week. Po. Na fol pak për koleksionin e mëparshëm, edhe çfarë solli pjesëmarrja jote atje? Si eci më pas rruga jote? Edhe koleksioni ka kaluar ka qenë pjesë e javës modës në Londër, domethënë ka qenë menjëherë mbas Londrës në Tiranë. Kështu që edicioni i parë ka qenë si hapje e një fillimit të një rrugtimi tonë, kështu që mendoj që ky edicion do të jetë më i mirë. Edhe mindis po pres me shpalos për publikun koleksionin e ri. Në Milano Fashion Week si u ndjeve, si shkoi? Jo vetëm në Milano, po në çdo prezantim tim ndihem shumë i lumtur, kështu që ndihem i vlerësuar në vendet ku moda ka ku moda është prioritet edhe i jepet një hapësirë bukur modës, kështu që në çdo qendër të madhe të modës ndihem shumë mirë, sepse unë mendoj që talenti është një bekim prej Zotit, edhe kur shfaqet në vendet e duhura e merr meritën edhe vëmendjen e duhur. Gjatë këtij koleksioni që do të shohim në vijim, a ke ndërthurur modën bashkohore me traditën? Do të kemi elemente të traditës? Patjetër, unë si etnik shala me emrin etnik mundohem gjithmonë të qëndroj besnik këtij emri, dhe patjetër që etnografia është diçka e pashmangshme në çdo koleksion të emin. Mund ka hap shumë dyrë për skena ndërkombëtare etnografia shqiptare dhe po e ndjej me plot privilegj dhe me plot mburje kur prezantoj koleksione me etnografi. Kështu që edhe sonte kemi pjesë xhubletës, kemi detale të veshjeve 100 vjeçare të vjetra, duke i ekspozuar si një lloj nuk po di me gjetë një fjalë duhur, por mendoj që secili detaj në këtë koleksion e ka një histori pse është krijuar. Kështu që edhe te pjesët e veshjeve ka detale të veshjeve të vjetra, por që tregojnë historinë tonë, edhe ndonjëherë mendoj që ne si breziri kemi për detyrë me rujt një arkiv të mrekullueshme që të parë tante kanë ndërtuar me shekuj. Kështu që ne jemi veç pasardhës të tyre, edhe jona është me rujt edhe me servu në mënyrën më të mirë që mundet. Sa kohë të është dashur ty për të punuar mbi këtë koleksion? Po zakonisht temat e koleksioneve dhe koleksionet mbaret prej temës sa marrin kohë. Ky koleksion ka marrë rreth 3-4 muaj kohë intensive, pasi që duke marrë parasysh që jetojmë në Ballkan edhe tregu artistik është pak sa më i vështirë për muqas. Kështu që ndonjëherë ne duhet me punu edhe me pjesën e biznesit, edhe për klientat, edhe për këtë pjesën artistike që neve na bën shumë krenar. Po për me ekzistu biznesi patjetër që vjen edhe puna me klienta, kështu që duhet me gjetë gjithmonë kohë për me bëhet diçka që bu personalisht më bën shumë krenar. Ti punon edhe vetë për krijimet e tua? Patjetër, tash e 16 vite unë veç e kam një atelier me shumë punëtor, me shumë staf, kështu që për mua tash është një botë e jamja ku ne kam kriju vetë, ku më bën njëri më të lumtur në botë. Si i kujton hapat e tu të parë në rrugën e modës? Hapat e mi të parë i kujtoj me shumë mundim, me shumë ndonjëherë kur njerëzit më pyesin për sukseset e tanishme, unë i them që është merita e një pune shumë të madhe, edhe mos me qujt vujtje se po tingëllon pak si e vrasht, mirë po edhe atij mundimit për mu ballafaqu me një dëshirë që ti e ke edhe me triumfu prej saj. Ku ke gjetur më shumë mbështetje?
Zakonisht mbështetja më e madhe ka qenë normal për familjes time, për njerëzve të mi, po patjetër edhe për njerëzve dhe për artistave që më kanë bërë mu vrejt në skenat tona, edhe për njerëzve që e kanë qitë më pa punën edhe vlerën time. Kështu që mirë njohës secilit person, secilit klient që më kanë ndihmu me ndërtu një industri të modës personale, një biznes më me qujtë suksesshëm. Kështu që patjetër që pa ndihmën e njerëzve, pa ndihmën e klientave, pa ndihmën e familjes, unë kisha qenë këtu sot. Cilët kanë qenë stilistët, dizajnerat e tu të preferuar ose ata që ti i ke parë si frymëzim, si pikë referimi gjatë këtyre 16 viteve, po ndoshta edhe më parë, para se të nisje konkretisht ta konkretizoje këtë dëshirën tënde? Në fakt pasioni për modën ka filluar shumë herë. Pa e njoft emrin stilist, pa e njoftur dizajnerat, është një lloj kreativiteti që mendoj që disa njerëz e kanë. Kështu që unë nuk kisha dashur me specifiku si veshje specifikisht, mirë po si një pasion për artin dhe kreativitetin. Kështu që veshja ka qenë një mënyrë shumë e thjeshtë me kriju edhe me u dëshmu njerëzve. Edhe mendoj që frymëzime patjetër që kemi pas edhe për stilistave tjerë. Unë kam shumë stilistat preferum, një ndër më të mirë që kam pasur gjithë jetën ka qenë Alexander McQueen, i cili ka vdekur vite më parë, por unë kam pas një koleksion të krijuar për të titulluar Brym, që ka dalë edhe në Vogue, kështu që jam i lumtur që kom brimi realizu shumë ëndrat e mia. Patjetër edhe ky koleksion është një ndër temat e vjetra që unë kam pas në mendje edhe dëshirë për me realizu. Si e sheh të ardhmen e brandit Ethnic Shala? Të ardhmen e brandit normalisht që ëndrat edhe shpresat e mia janë për me bo një firmë ndërkombëtare, edhe më e mira që gjithmonë e marr për prezantimeve ku të që marr pjesë, e shoh që po, unë duna me vazhdu qatë ëndër, edhe mendoj që dita ditës po realizohet. E sheh modën ditët e sotme më shumë si produkt apo shprehje të botës së brendshme të artistit? Për mu ka qenë shprehje gjithmonë. Unë nuk është që muj me thonë që disa terme për modën ose disa detale që i kanë thonë edhe njerëz të tjerë, për mu moda ka qenë një mënyrë shprehjes gjithmonë, një mënyrë revolucionit, një mënyrë guximit, kështu që gjithmonë kam funksionu me këtë idenë e krijimeve në bazë një temës. Edhe gjithmonë është shumë e rëndësishme kur njerëzit e blejnë një produkt, ajo nuk është veç një veshje me mbulu trupin, po është edhe një veshje që mbrapa sa është një histori, që njerëzit shpesh herë mbojnë shumë të lumtur kur i shohin veshjet e mia që i vendosin me një varsë dhe i vjerin si pikturë. Kjo për mua do të thonë shumë që nuk është me patjetër me mbulu trupin. Vërtet shumë interesante. Veshja jote sot e ke krijuar vetë? Po patjetër, kjo është pjesë e koleksionit tim. Është një veshje krijuar nga disa lëkura të gjarpënave të ndryshëm, që janë në mënyrë natyrale të qepura për mos mi hup idenë që janë lëkura origjinale. Ka piton, anakonda, janë kështu disa përzierje të gjarpëra. Ka histori pas kësaj xhakete? Si u frymëzove? Marr parasysh që tema është skar, patjetër që ndonjëherë ne i përdorim shumë detale që ndoshta kanë ardhur prej dhimbjes. Pse lëkura e gjarprit? Po tash me hi fell në historinë tonë, ne si shqiptarë, si Ilir kemi pas shumë lidhjet afërt me figurën e gjarprit, duke marrur si pjesën e rypave e shumë detale që janë vendosur edhe në kokë edhe detale tjera që kanë pas simbolin e kokës gjarpnit, kështu që mendoj që një simbol i gjarpnit përveç që njerëzve ndoshta disave ju sjell frikë, unë e shoh si diçka shumë të bukur dhe një krijesat më të veçanta që kemi. Jo rastësisht gjendet edhe në përshajerat e mjekësisë edhe në për shumë detale tjera, kështu që gjarpri po është një ndër simbolet edhe tona, po edhe të gjithë botës që përdoren. Ke emocione tani pak minuta para nisjes? Emocione, normal që janë edhe emocione, ne tash po presim disa sekonda para se me fillu sfilata, po presim ju jep ato detalet e fundit modeleve, kështu që këto janë emocionet më të bukura që një artisti përjeton, kështu që jam shumë i lumtur për këtë ndjenjë që po ma fal Albania Fashion Week. Falenderoj shumë dhe të uroj shumë suksese. Shumë faleminderit, shpresoj t'ju pëlqej.